Po e nisim, po. Vazhdo. Po e nisim me ngërshim politik. Si po ndikon kjo dhe si ndikon Kosovës në rrafshin ndërkombëtar? Duke ditë se ka gjithmonë synime që të antarësohet qoftë në Këshillin e Evropës e pastaj edhe në mekanizmat të tjerë ndërkombëtar. Në fakt edhe para mbajtjes së zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kosova ka qaluar, në fakt ka stagnuar në mos të madhe në ndërtimin e relacioneve ndërkombëtare. Kujtojmë se edhe në qeverinë e kaluar, pra qeveria që ende po është në detyrë, kushtimisht themi kështu, nuk është se kemi pasur ndonjë progres të shënuar në raportet ndërkombëtare për shkak se shumicën e vizitave që ka pasur aso kohë kryeministri Kurti kanë qenë në Bruksel për dialogun Kosovë-Serbi, mirë po nuk është se ka pasur ndonjë ndërtim të ndonjë marrëdhënie ndërkombëtare me vendet e tjera. Kujtoj që domethënë zyra ovale ka qenë mbyllur për ata prisjet e institucioneve të Kosovës dhe vazhdon të jetë mbyllur dhe nuk është bërë asgjë gjatë gjithë asaj periudhe 4 vjeçare. Përkundrazi Kosova ka më shumë se 2 vjet tashmë që është në sanksione nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që me shumicën e vendeve nuk është se është duke ndërtuar raporte, nuk ka raporte të mira me Republikën e Shqipërisë. Kuptimin institucional, në fakt, nuk kanë qenë asnjëherë në nivel më të ulët këto raporte dhe raportet më të mira mund të konsiderohet dhe sukseset më të mëdha ndërkombëtare që i ka Republika e Kosovës, i ka aktualisht me Republikën e Maqedonisë Veriut. Kujtojmë edhe këtë përërimin e pikës në hanin e Lezit. Domethënë kjo mund të konsiderohet si arritja më e madhe e kësaj qeverie. Ndërka sa i përket pas 9 shkurtit, duke ditur që kanë bërë më shumë se 3 muaj që janë mbajtur zgjedhur dhe më shumë se sa e mbot pas certifikimit të rezultateve zgjedhore, domethënë ne jemi në një rreth vicioz të cilën vazhdimisht po sillemi pa pasur një lloj ide se si të dalim nga kjo situatë. Ekziston mitologjinë greke me miti i mbretit Sizif. Mbretin Sizif zotrat e dënojnë me e marrë një guri nga fund malit dhe me rrotullicë ata deri në majët malit. Mirë po para se të mrinë në majët malit e dënojnë dhe rrotullicët prapë poshtë dhe krijohet një farë situate absurde vazhdimisht. Këtë situatë absurde jemi tash e sa kohë ne, pikërisht për shkak të mungesës së vullnetit të partisë në pushtet së pari, për të jepur opsion, për të jepur zgjidhje kësaj situate dhe shihet qartë se nuk ka vullnet për të jepur zgjidhje, mirë po përderisa ne jemi në vendnumërim, në kontekst ndërkombëtar, Republika e Kosovës është duke humbur shumë. Pse është duke humbur shumë? Sepse asnjëherë më parë nuk ka pasur këso zhvillime dinamike në nivel global dhe nivel rajonal siç ka sot. Dhe mos harrojmë jemi me një administratë më atipike që ka pasur ndonjëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administratën e presidentit Trump, i cili është duke riformsuar rendin e ri botror. Mos harrojmë tash jemi duke i parë gjithë këto lëvizje në nivel global, qoftë në zhvillimet në Ukrainë, qoftë në lindjen e mesme, qoftë këto betejë mes Pakistanit dhe Indisë, pastaj betejë me Kinën, betejë tregtare, gjitha këto afektojnë gjithë secilin aktor global. Çfarë do të thotë kjo? Nëse ne nuk kemi arritur të rreshtohemi si duhet, po të merremi me njëri tjetrin, atëherë pasojat do të jenë jashtëzakonisht të mëdha, përderisa kemi një Serbi e cila në fushën diplomatike ka intensifikuar raportet e saj jashtëzakonisht shumë, jo vetëm me aleatët e tyre tradicional, mirë po ka ndërtuar ura komunikimi edhe me gjithë aleatët tonë dhe normalisht mos harrojmë se bota është ndërtuar edhe mbi premisa të interesave të bilaterale. Dhe rrjedhimisht gradualisht ne mund t'i humbim edhe këta aleatë që kemi pasur deri sot, pikërisht për shkak të kësaj politike autiste dhe kryeneshë që është duke e aplikuar kryeministri Kurti dhe partia në pushtet deri sot. Partitë politike megjithatë po arrin të gjitha në të njëjtën kohë kanë